Pis gabime dekorimi që e bëjnë shtëpinë të ndihet si një ekspozit mobiljesh apo hotel, se sa një shtëpi. Gjithçka duket sikur sapo është bler. Shtëpitë janë më të pasura kur tregojnë një histori. Të gjitha setet apo kompletet e mobiljeve janë njësoj, janë shumë të përshtatura me njëra tjetrën. Dhe kjo bën që t'u mbas karakteri. Nuk ka përzierje periudhash, nuk ka prekje përfundimtare deri në detaj. Ka mangësi teksture. Pra duhen përzier materiale të ndryshme që përçojnë thellësi dhe e bëjnë hapësirën që të jetë më e ngrohtë dhe më e rehatshme. Mangësi kontrasti në ngjyrë. Guxoni të ndërfutni ngjyrat dhe nëse nguroni për t'i përdorur në sipërfaqe të mëdha, atëherë përdorini në elemente të vogla, si për shembull në jastëk dekorativ apo në abazhur. Ndriçimi jo i shtretsëzuar. Pra duhen disa lloje ndriçimesh në lartësi të ndryshme në dhomë për të krijuar një ambient komod dhe jo një hapësirë të rrafshët dhe monotone.